Parandoj vëllezër, për shembull veç vdekjen. Allah na lecoft të gjithëve ya Rabbal Alamin. Kur vdes njeriu, s'ka ku vet në qiellin tokë që e nal këtë akt. Çish ato në njëri? A? Shkon. Dhe a ka ta ka dikush me nal? Ja s'ka ta ka. A mund tash ti me paramenu, nalu dhe paramenoje. Çfarë fuqi o kjo? Kur gjave se në nal vdekjen e njerit. S'ka be fuqi. Ja do njeri me nal nanën e vet, babën e vet, fëmijën e vet. Allah thot tarji'unaha. Kthaj. Po do me kthi, kthaje. O si me kthi më, si me kthi. S'ki takat. Andaj të Allahu Gjelle Gjelaluhu, walau kuntum fi burujin mushayyada, ju edhe me hije në për kalaja fortifikume, me gurzi, me forcë të madhe, ju zë vdekja. E lusim Allahu që Allah të nëzë me iman këtë vdekje. Kur ti e din se Allahu është i vetmi Zot që meriton adhurimin, ajo është krijuesi, ajo është drejtuesi i universit, ajo është mëshiruesi, ajo është mëshirbërësi. Kur ti e di se na këtë të Allah e këna më këthije, këtë të Allahu këna më këthije. A mu që para më në kështë të vëzër? Kur vdes njeriu, veç Zoti i mbetet aty. Na e varrosim, e lajme e këthejmi në për të shpia. Edhe ti natën, veç me Zotin e madhë Gjelle Gjelaluhu me met. A mund është me paramendu, ti mi thonë, unë nuk njof, unë nuk e ti kushije, s'kam një kur gja për tyje. Kjo vëzër është, kjo është prej egërsis dhe prej ignorancës së madhe cila kushton. Andaj ka ardhë hadisa i Bukhari nga pejgamberi alayhi salatu vesselam se kur melekt e pyesin munafikin në varr, kush është Zoti jot? Kush është pejgamberi jot? Kush, cila feja jote? I thot, o kum ni unë me diçka, ama s'ne kum ni mirë. Që si ka pas mend atë, si ka interesua jo. A vëzëm mësoj e mirë, kush është Zoti jot? Thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, kush e njeh Allahun me emrat e tij dhe me cilësitë e tij dhe me veprat e tij, ka me dasht Allahun pa tjetër. S'ka qare pa e dasht. Sepse ai i cili e merr vesh kush është Allahu, çfarë emra ka, çfarë cilësi ka, çka ka bo ai, njëri e do. Njëri vëzër është natyrshëm me e dash një vlerë. Kur ti e di se kretat mira që ekzistojnë, Allahun e ka dhënë. Këta, çka fillim e mbarim, el awwal wal akhir, fillim e mbarim. Sa duhet me dash këta? Kur ti e din se o nuk kam as një grimc begatie, vetë sa Allah e ka dhënë.